Konstituohet kuvendi në Adrashit zgjidhet nën kryetar nga pakica serbe. Një muaj para burgim për Fatmir Shehollin, RTK siguron audioincizimin ku ai tregon afërsi me listën serbe dhe Radojčićin. Bizneset do të mbështeten deri në 25.000 euro nga skema për energji të pastër. Aplikimi do të jetë i hapur deri më 10 dhjetor. Kosova sonte përballet në Fadil Vokri me Sloveninë, ndeshja transmetohet drejt për drejt në RTK nga ora 20:45. Mirëmbrëma të gjithëve, po fillojmë lajmet në RTK. Radio Televizioni Kosovës ka siguruar një audioincizim në të cilin është i përfshirë Fatmir Sheholli, arrestuar në ndyshimet për spionazh. Ndërkohë, gjykata themelore ja ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji. Prokuroria në arsyetimin e kërkesës për caktimin e masës së paraburgimit ka nënvizuar se Sheholli i ka dhënë informata shërbimit inteligjent të Serbisë për pronat kinse të uzurpuara të serbëve në Kosovë dhe si përgjendjen dhe funksionimin e institucioneve të Kosovës. I arrestuari në ndyshimet për spionazh Fatmir Sheholli në një audioincizim të siguruar nga Radio Televizioni Kosovës, dëgjohet duke biseduar me 2 persona, një grua dhe një burr, të cilëve u tregon për lidhjet e tij me listën serbe dhe terroristin Milan Radojčić. Ai shprehet shumë i qartë se ka mbështetje të madhe nga shteti serb si dhe nga lista serbe, parti që mbështetet nga Beogradi zyrtar. Da, nam izuzetnu veliku podršku liste srpska, u svemu. I tako je treba da bude. Ja imam veliku podršku u Srbiji. U Srbiji? Da, imam izuzetnu veliku podršku liste srpska, u svemu. I tako treba da bude to. Razumete? Da. Zato kažem da je dosta čutna u javnosti, ali s druge strane, ja se vama ovdje sada otvaram da bi vi znali s kim. Bravo. Znači, ja moram da ti kažem da je moj veliki prijatelj Milan Radojčić. Znači, veliki prijatelj. I on je prijatelj i naš. To što se dešava i što pričaju, što govore i što o njemu, znači uzmi malo sa rezervom i nemoj da pričaš o njemu kako si pričao do sada. Bashkëbiseduesit e Fatmir Shehollit në këtë audioincizim pretendohet se janë Duda Balje dhe Amir Rustemović. Pa šta je bilo? Jeste nešto napravili, niste? Ne znam, ovo 6+6. Kako znate vi, tako i ja. Nemam ja mnogo kontakt s njima. Ne kontaktiram s nikim i 6+. Sikim. Veton i eto me evo ih tu u Priština, sad ću da idem s njima da se vidim i to je to. Šta je znam. Pavarësisht përpjekjeve për të kontaktuar deputetën Duda Balje, nuk ka qenë e qasshme. Ndërkohë i kontaktuar nga Betimi për Drejtësi, Amir Rustemović ka konfirmuar pretendimet se të dy janë në bisedë me Shehollin. Ndërkohë, gjykata themelore në Prishtinë ja ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji Fatmir Shehollit, i dyshuar për spionazh kundër shtetit. Prokuroria e Kosovës në arsyetimin e kërkesës për caktimin e masës së paraburgimit ka shkruar se Sheholli i jepte informata shërbimit inteligjent të Serbisë BIA për pronat kinse të uzurpuara të serbëve në Kosovë, si dhe për gjendjen dhe funksionimin e institucioneve të Kosovës. Përgjatë viteve të 90-ta, Fatmir Sheholli ka punuar në sigurimin shtetëror të Serbisë. Babai i tij, Malish Sheholli, ka qenë në strukturat e Partisë Socialiste të Serbisë, të cilën atë kohë e udhëhiqte Slobodan Miloševići. Në vitin 1991, përmes një shkrimi të botuar në gazetën e kohës Bujku, 44 familje Sheholli nga Podujeva dhe rrethina ishin distancuar publikisht nga Malish Sheholli dhe i biri i tij Fatmiri, të cilët akuzoheshin për bashkëpunim me pushtetin serb të asaj kohe. Emri i tij u bë subjekt diskutimi në kuvend mes kryeministrit Albin Kurti dhe deputetit të PDK-s Hisem Berisha. Zyrtarisht kohën e fundit, Sheholli është përfaqësues i shoqërisë civile nga Instituti për Avancimin e Marrëdhënieve Ndëretnike. Përgjatë viteve të 90-ta, gjatë regjimit të Slobodan Miloševićit në ish Jugosllavi, ai ka punuar në sigurimin shtetëror të Serbisë, institucion famkeq,
ky ku Sheholli ka kontribuar deri në vitin 1993. Me gjithë këtë, nuk është vetëm imazhi negativ i tij që ka punuar në sigurimin shtetëror të Serbisë. Babai i tij, Malit Sheholli, ka qenë në strukturat e Partisë Socialiste të Serbisë, të cilën atkohë e udhëheqte Slobodan Milošević. Me 15 mars në vitin 1991, publikisht, përmes një shkrimi të botuar në gazetën e kohës Bujku, 44 familje, Sheholli nga Podujeva dhe rrethina, ishin distancuar publikisht nga Malit Sheholli dhe biri i tij Fatmiri, të cilët akuzoheshin për bashkëpunim me pushtetin serb të asaj kohe. Përgjatë viteve të 90-ta kur Kosova u shpall republik, duke miratuar edhe kushtetutën, mbi bazë të së cilës do të mbahej referendumi për pavarësi dhe zgjedhjet parlamentare presidenciale, bëri hap drejt krijimit të institucioneve shtetërore, presidenca, kuvendi dhe qeveria. Këto institucione kishin organizuar arsimin, shëndetësinë, financimin paralel, ndërsa Serbia i kishte mbyllur shkollat e mesme, Universitetin e Prishtinës, kishte dëbuar masivisht mjekët nga puna, nga fabrikat, kompanitë kolektive si RTP-ja e Posta, nga kudo që shqiptarët nuk i pranonin masat e dhunshme që regjimi okupues i Serbisë i vendoste. Vetë Fatmir Sheholli u vu në krye të RTP-s, pavarësisht që nuk kishte formim profesional, por për shkak të besueshmërisë së sistemit okupues. Emri i Fatmir Shehollit u bë subjekt diskutimi në kuvend mes kryeministrit Albin Kurti dhe deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës Hisem Berisha, i cili njihej për afërsi me Shehollin. Kurti i kishte kërkuar Berishës që mos takohej me Shehollin. Vitin e kaluar Sheholli, në një deklarat për media, pohoi se është dëshmitar në gjykatën speciale. Ai e pranoi se është thirrur si dëshmitar për rastin e vrasjes së babait të tij, Malit Shehollit. Arrestimi i Fatmir Shehollit në ndyshimin e bazuar të prokurorisë speciale për spionazh pritet të nxjerrë në pa fakte të reja. Në raportin e inspektoratit të AKI-s, së dorëzuar vitin e kaluar në prokurorinë speciale, ishte konstatuar se pa u ndjekur procedurat e brendshme, ka pasur rritje buxheti për informatorët, ndërkohë që shpenzimi rreth 2 milion eurove është bërë pa u evidentuar pranuesit, apo edhe në rastet kur ata janë ditur, nuk ka pasur të dhëna për informatat e marra në këmbim. Kështu që përgjatë viteve 2017-2020, në mesin e atyre që përfituan nga ky fond, është edhe Fatmir Sheholli, i cili sipas të njëjtit raport ka pranuar 639.000 euro prej AKI-s. Edicionin e vazhdojmë me informacionet e tjera të ditës. Me 71 vota për, Nenad Rashić është zgjedhur nën kryetari kuvendit nga radhat e komunitetit serb. Pro Rashićit votuan deputet të lëvizjes Vetëvendosje dhe disa deputet të LDK-s. Deputet të PDK-s abstenuan nga votimi. Me njëherë pas konstituimit të kuvendit, kryeministri në detyrë Albin Kurti e ka njoftuar kryeparlamentarin Dimal Basha se partia e tij, Lëvizja Vetëvendosje, si subjekt fitues i zgjedhjeve të shkurtit, do ta dërgoj emrin e mandatarit për formimin e qeverisë të presidentja sipas procedurës ligjore. Para zgjedhjes së Nenad Rashićit për nënkryetar të kuvendit, ligjvënësit zhvilluan procesin e votimit për 9 kandidat nga lista serbe për pozitën e nënkryetarit, por asnjëri prej tyre nuk mori besimin e nevojshëm. Kryekuvendari Dimal Basha deklaroi se nuk ishte e nevojshme të hidhej shorti, pasi kishte mbetur vetëm një kandidat për votim nga komuniteti serb, Nenad Rashić. Megjithse Rashić nuk u propozua drejt për drejt nga përfaqësuesit e komunitetit serb, pasi lista serbe e refuzoi kandidaturën e tij, kryeparlamentari Basha tha se në përputhje me rregulloren e kuvendit, kandidatura e Rashićit ishte e vlefshme dhe procedura do të vazhdonte. Me 71 vota për, kemi zgjedhur edhe nënkryetarin e fundit dhe rrjedhimisht kemi konstituimin e kuvendit të Republikës Kosovës, i cili ka filluar me 15 prill të këtij viti, ku janë bërë gati pra 6 muaj. Mendoj që ka qenë një procedurë rregullt, e mirë, gjithçka ka shku mirë dhe përpasoj unë jam këtu për t'i falendëruar gjithë deputetët e kuvendit të Republikës, të cilët kanë mundësuar votimin e nënkryetarit të 5,
dhe tani e tutje kuvendi mund të vazhdoj punën e vetë. Pas zgjedhjes, Nenad Rashiqi u shpreh optimist për një proces të shpejt institucional. Jam falenderues shumë të kolegëve të mi të cilët sot kanë votuar për mua dhe shpresoj që kjo do të jetë një fillim të ri në ndërtimin e institucioneve sa më parë së mundshme. Me konstituimin e plot të legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës, është hapur rruga për formimin e qeverisë së re. E pas seancës konstituive të Kuvendit, përfaqësues të partive parlamentare edhe mëtej vazhduan të kenë qëndrime të ndryshme. Albulena Haxhiu e ka cilësuar këtë si një hap pozitiv, por ka kritikuar qëndrimin e PDK-s ndaj listës sërbe. Nga ana tjetër, Memli Krasniqi kërkoi që vendi të shkojë drejt zgjedhjeve të reja pa vonesa, ndërsa Hikmete Bajrami nga LDK tha se nga sot rrjedhin afatet kushtetuese. Ndërkohë, lista sërbe pretendon se kuvendi ende nuk është konstituuar plotësisht. Pas përfundimit të seancës, reagimet e përfaqësuesve të partive parlamentare vazhduan të mos jenë të një linje. Konstituimi i kuvendit për nënkryetaren Albulena Haxhiu është një lajm i mirë. Megjithë këtë, ajo shprehu habi për qëndrimin e PDK-s ndaj listës sërbe. Sot të gjithë bashk është dashur që të jemi në të njëjtën linjë, pra që të kontribuojmë në konstituimin e kuvendit të Republikës Kosovës, por që të mos lejojmë asesi qëndrime jo të qarta në raport me listën serbe, duke pasur parasysh që lista serbe dirigjohet nga Beogradi dhe përfaqëson interesat e tyre në Republikën e Kosovës. Abstenimin nga votimi, kryetari PDK-s Memli Krasniqi e arsyetoi me paqartësinë që ai ka nëse kuvendi është konstituar plotësisht. Edhe sot, ashtu sikur para gjykimit, ne kemi abstenuar në votime për çfarë përket nënkryetarit nga komuniteti serb. Është konstituar apo jo kuvendi, duket se kjo përgjigje ende nuk e ka marrë formën e plotë. Unë besoj që konstituimi ka qenë domosdoshëm dhe nevojshëm qysh me 15 prill për çka jemi angazhu ne, mbetet të shihet a do të funksionojë tutje. Hikmete Bajrami, deputete e LDK-s, tha se partia që ajo përfaqëson gjithmonë ka qenë në vullnetin e mirë politik në formimin e institucioneve të Kosovës. Ne votuam për Nenad Rashiqin sot, sepse aktgjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese ka dhënë një interpretim të cilin ne nuk e kishim më parë dhe sipas asaj që ne kemi kuptuar, ai ka të drejtë që të zgjedhet si nënkryetar dhe përfaqësues i komunitetit serb. Pas zgjedhjes së Nenad Rashiqit për nënkryetar të kuvendit, Igor Simić, deputet i listës sërbe, tha se sipas subjektit që ai përfaqëson, kuvendi as sot nuk është konstituuar. Ministri në detyrë për komunitete dhe kthim Nenad Rashiq ka deklaruar sot se ka pasur kërcënime nga persona anonim për të bashkëpunuar me shtetin serb me urdhër që në afat kohor prej 2 ditësh të shkojnë në Beograd. Kërcënimet kanë nisur gjatë muajve të verës, ndërkohë që Rashiq ka nënvizuar se bashkëpunëtorët e tij janë kontaktuar nga një person që është paraqitur si përfaqësues i Agjencisë Informative të Serbisë. Ndjekim një deklaratë të tij. Dhe prej 2,5 meseca. Diku para 2 muaj gjyzve, do të jam saktësisht sakt do thot me 24 korrekt aktiviti, do thot një person, një mashkull nga Serbia me numër telefoni i ka thirr bashkëpunëtorët e mi të afërt, 3 bashkëpunëtorët e mi të afërt. Ky person është paraqit para tyne bashkëpunëtorët mi si bashkëpunëtor apo punëtor i Agjencionit Informativ do thot në atje në Serbi. Do thot në mënyrë decisive ose me ultimatum i ka thënë që do vinë në Beograd brenda 2 ditëve për të mirën e tyne, siç i ka thënë ai. Në vazhdim, shikues të nderuar, ju sjellim lajmin e orëve të mbrëmjes. Autoritetet e Serbisë e kanë liruar pas më shumë se 5 vjetësh burgim kosovarin Nezir Memetaj. Memetaj nga fshati i Rudice Klinës u arrestua nga policia serbe në pikën kufitare në Merdar në janar të vitit 2020 në ndyshimet se ka kryer krime të luftës gjatë vitit 99 në fshatin e tij të lindjes. Ai tashmë ka arritur në Kosovë dhe në këto qaste ne i kemi drejt për drejt zotin Memetaj dhe avokatin e tij, zotin Shkelzen Metaj. Fillimisht do të bisedojmë me avokatin Metaj. Përshëndetje avokat. Përshëndetje.
Në aspektin juridik, ka patet vështirësi t'i bindni autoritetet serbe për lirimin e Nezir Mehmetajt, i cili që nga fillimi është deklaruar i pafajshëm në lidhje me akuzat serbe ndaj tij. Ka qenë rrugë shumë e vështirë, po tani Neziri ndodhet në Kosovë, edhe unë jam merr me këtë çështje që nga viti 2022, masi që zotëri kryeministri Albin Kurti dhe ministri i punës mbrëmshme Xhelas Fleçta edhe Mihail Bashkanovsi më kanë afruar këtë temë dhe masi që i kom marrë evidencat parasysh dhe kom pa që ka qenë në kohën e akuzuar, ka qenë në Zvicër duke punuar të një punëdhënës zvicran me 200 punëtor, kom qenë i bindun se ky është i pafajshëm. Edhe me gjithë atë kena luftuar deri ditën e sotshme. Me që po e shohim drejt për drejt dhe zotin Mehmetaj, desha me pyet si e kanë trajtuar gjatë këtyre 5 viteve në burg atje në... Në fani veç pak, ky është vllau i tina, Valoni, polici këtu në Valon Mehmetaj, tani do të vjen ai vllau i tina Neziri për 10 sekunda. Mirë, atëherë po e presim. Vetëm pak. Mirë, atëherë po e presim. Hajde këtu, në zef, ullu, çka të pyet kjo, vetëm i përgjigjesh, mos e ki der. Po, jemi në edicion në lajmeve, desha vetëm një pyetje, desha ta pyes se si e kanë trajtuar për gjatë tyre 5 viteve atje sa ishte në burg. Mirë mbrëma, pari, trajtimet sa i përket burgut kanë qenë normale, ama maltretime psiqike ka pas bëllë. Si zakonisht prej gjyqeve, prej organeve gjykuse. Faleminderit. Prej prokurorit. Edhe njerë faleminderit për gjitha këto informacione, të nderuar shikues, ne vazhdojmë rrjedhën në edicion. Nga prodhimi i energjisë me diell deri tek izolimi i objekteve, bizneset që investojnë në energji të pastër mund të përfitojnë deri në 25.000 euro nga skema e re e Ministrisë së Ekonomisë, e cila tashmë është e hapur për aplikim. Bizneset do të mbështeten me nga 20 deri 25.000 euro nga skema e granteve për energji të pastër. Në sesionin e parë informues, Ministria e Ekonomisë bëri të ditur se thirrja tashmë është aktive në platformën e-Kosova, bazuar në kriteret dhe procedurat e aplikimit. Përparësi do të kenë kompani që operojnë në tregun e liberalizuar të energjisë, ndërkohë që mbetet e hapur edhe thirrja për bizneset mikro të vogla dhe të mesme, përfshirë startupet. Është ndarë në 3 masa, masa parë është mbështetje për sistemet e energjisë solare dhe sistemet e baterive për ruajtjen e energjisë elektrike. Masa 2 është mbështetje për masat e eficiencës së energjisë në ndërtesat e bizneseve, si dhe masa 3 mbështetje për pajisjet që ulin konsumin e energjisë në linjat e prodhimit. Vlera bazike është 20.000 euro, mirë po nëse kombinohet njëra me tjetrën janë deri 25.000 euro. Aplikimet do të jenë të hapura për 2 muaj deri më 10 dhjetor, ndërkaq vlerësimi i projekteve do të zgjasë deri në 1 vit. Përveç financimit, skema do të ofrojë asistencë teknike dhe ngritje kapacitetesh për të siguruar që investimet të jenë të qëndrueshme dhe afatgjata. Projekti është financuar nga Qeveria e Luksemburgut, e zbatuar nga Kiesa Mint në partneritet me Ministrinë e Ekonomisë dhe LuxDev, Agjencia e Luksemburgut për bashkëpunim zhvillimor. Sot ka vazhduar seanca në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, ku i akuzuari është bashkëshorti i saj, Naim Murseli, bashkë me Granit Plavën e Kushtrim Kokallën. Në seancë nuk u paraqit për dëshmi babai i Murselit, ndërsa Valon Luka, personi i parë që natën kritike u telefonua nga Naim Murseli, rrefeu për kontaktet me të e mesazhet që i kishte dërguar ai. Tre të akuzuarit për vrasjen e Liridona Ademajt ish bashkëshorti i saj Naim Murseli, Kushtrim Kokalla dhe Granit Plava dolën sot edhe një herë para gjykatës themelore në Prishtinë. Ndonë se ishte para parë të dëshmoj Shaban Murseli, babai i të akuzuarit Naim Murseli,
Ai nuk u paraqit para trupit gjykues, ndërkohë që ka informuar gjykatën se qëndron pas deklaratës së dhënë kohë më parë. Gjykimi ndaj të akuzuarve vazhdoi me dëshminë e dëshmitarit Valon Luka, që ka qenë personi i parë, të cilin e kishte kontaktuar në telefon Naim Urseli. Më ka thirrë me një numër i cili përfundon me numrat 417, po? Dhe pastaj unë s'ju kom lajmëru, sepse nuk e kom njoft numrin, edhe isha te komshita të shkum për të najt, edhe më ka qu mesazh, saktësisht 8:32 minuta, me mesazhin urgent, qele urgent Naimu. Pastaj, o Valon, na kanë vra. Këtë të fundit çka cekem, me kam bo print screen, edhe ja kom dërgu numrin e tij në WhatsApp, ku kam komuniku ma herët. Për mi vërtetua është Naimi edhe kum pa që s'pishkon mesazhi, pastaj kum thirrën këtë numër. Pas kontaktit në telefon, Luka tregoi se është nisur në vendngjarje më pas në stacionin policor. Me të përfunduar intervistimin, Luka e kishte dërguar Naim Urseli në një nga hotelet në Prishtinë, ku të nesërmën i kishte dërguar një telefon dhe 2.000 euro. Kur kam shku një herë aty me një zyre të vogël, kishte qenë Naimi, ngushtlova. Ndërkohë erdhi prokurorja e rastit edhe më kërkoi që me liru zyrën edhe dola jashtë. Vëllai i Liridonës, Leonard Adema, i pyeti Lukën se çfarë i kishte thënë Urseli kur e kishte dërguar në hotel. Është e vërtet që kur keni shkuar në dhomën e hotelit Sfes, Naimi ju ka thënë ju që prokurorja më ka bo pyetje sikur me pas vraune. Po. Ndërsa Naim Urseli e pyeti Lukën nëse kishte vërejtur ndonjëherë se mes tij dhe Liridonës ka pasur probleme. A keni qenë në dijeni që kum pas ndonjë problem me bashkëshortën time gjatë këtyre viteve? Jo, asnjëherë. Në seancë dëshmuan edhe dëshmitarët Aurel Pajaziti dhe Florian Avdia. Edicionin e vazhdojmë me një lajm nga sporti. Kombëtarja e Kosovës në futboll sonte do të përballet me Sloveninë në kuadër të kualifikimeve për Kupën e Botës 2026. Përgjithësi i kombëtares së Kosovës Franco Foda ka thënë se përballja me Sloveninë do të jetë një ndeshje e fortë, por ai beson se skuadra e tij do të jap maksimumin për të marrë 3 pikët. Ndeshja Kosovë-Sloveni fillon në orën 20:45 dhe transmetohet drejt për drejt në radio-televizionin e Kosovës. Vazhdojmë me fushatën zgjedhore, e cila po shkon drejt fundit. Ka mbetur vetëm edhe një ditë deri kur partitë politike mund të shpalosin programet e tyre për komunat derisa të dielën. Fjalën do ta kenë votuesit, të cilët do të zgjedhin se kush do të udhëheq me komunat e Kosovës për 4 vitet e ardhshme. Ndjekim një përmbledhje të aktiviteteve të ditës së sotme. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në ditën e 29 të fushatës elektorale ka mbajtur tubim zgjedhor në Junik. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj tha se me 12 tetor po fillon epoka e re e punës më të madhe që do të mobilizojë gjithë junikasit. Me 12 tetor, sikur se u tha, po fillon epoka e re e punës. Një epokë e re, një punë më të madhe, një epokë e re, një punë më të mirë. Një epokë e re ose një kohë e re, një punë që vërtet do t'i motivon e mobilizon këtë junikasit. Kandidati për kryetar të Junikut, Agron Kuçi, tha se plani i tij mbështetet në 4 shtylla, ku ndër prioritetet kryesore përmendi sheshin Edmond Hoxha, qendrën rinore për të rinj, përkraje për bizneset e vogla dhe të mesme. Në ekonomi rurale dhe agroturizëm, turizëm dhe trashëgimi kulturore, historike, infrastrukturë dhe mjedis, sillje, zotësi, shkatësi, partneritet dhe menaxhim. Në këtë tubim, u kërkua mbështetje dhe për kandidatët për kuvend komunal të Junikut. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mbajti tubimin për mbyllës në Deçan. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj kërkoi nga qytetarët mbështetje për kandidatin për kryetar Bashkim Ramosaj në mënyrë që të vazhdojnë me projektet e nisura për zhvillimin e qytetit. Pse Bashkim Ramosa o shkollë e re dhe shkollë e mirë dhe pse ky njeri? Pse ky njeri meriton votën e çdo qytetarit të Deçan? Personi të na vlera.
që i ka Deçani, të në vlerat më të mirat tona, jenë bashku të venjeri. Kandidati për kryetar të Deçanit, Bashkim Ramosaj, u zotua se do të punojë me përkushtim për realizimin e programit të tij qeverisës, i cili synon përmirësimin edhe mëtutje të shërbimeve publike, investimeve në infrastrukturë e mbështetje të bizneseve. Me bo një vend kjetushëm, një vend kur rinia besojnë fuqishëm të ardhmen e tyre me standarde evropiane. Dhe ky është obligim i krejt neve. Në këtë aktivitet po ashtu u kërkua për krajë dhe për ekipin që përbën listën garuese të AK-s për Kuvend Komunal të Deçanit. Lëvizja vetëvendosje ka përmbyllur fushatën elektorale në Pej. Kryetari vetëvendosjes Albin Kurti ka kërkuar edhe një herë mbështetjen e qytetarëve që të dielën në 12 tetor të votohet kandidati për kryetar Taulant Kelmendi. Ai tha se Peja si nevojitet dikush që i trajton dhe gjen zgjidhje për problemet e qytetarëve. Ne kemi mundësi që ta bëjmë Pejen qytet shembull të zhvillimit të drejtë, të mjedisit të pastër dhe të përparimit të qëndrueshëm. Të dashur qytetar, Taulant Kelmendi nuk flet për Pejen vetëm në fushat, por punon për të çdo ditë. Me mbështetjen e qeverisë që unë drejtoj, projektet për Pejen do të jenë më të mëdha dhe më të qëndrueshme se kur më parë. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Pejës, Taulant Kelmendi, u zotua para qytetarëve se do të realizojë secilën pikë të programit të tij qeverisës, i cili synon të sjellë ndryshime për jetën e qytetarëve. Pejen do ta bëjmë qytet funksional e turistik, ku bukuritë tona natyrore dhe mikpritja jonë është thesar i zhvillimit. Qytet ku bizneset e vogla dhe mesme, bizneset familjare gjejnë mbështetje, ku krijohen vende pune, ku bota sheh potencialin që e kemi ndërtuar e krijuar brez pas brezi. Jam i sigurt se kujtimet më të bukura të secilit prej nesh lidhen me rrugët e me qoshët e këtij qyteti që sot është ngulfatur nga asfalti e betoni, nga ndërtesat e larta të interesave të larta të njerëzve të ulët. Në këtë tubim përmbyllës është kërkuar mbështetje edhe për kandidatët që janë në listën për Kuvendin Komunal të Pejës. Partia Demokratike e Kosovës e ka përmbyllur fushatën elektorale në Mitrovic. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi tha se është i bindur në fitoren e Arjan Tahirit. Krasniqi u premtoi qytetarëve se Tahiri do të vazhdojë me punë për Mitrovicën e zhvilluar dhe realizimin e programit me të cilën garon. Po sepse do të garantojmë vazhdimsinë e ndershme të punës, të përgjegjësisë dhe të zhvillimit, sepse Mitrovica do të vazhdojë njësoj. Mitrovica e Petri Hamzës sot do t'jetë Mitrovica që udhëhiqet nga Arjan Tahiri nesër. Të tjerët i throsim të vinë të jetojnë këtu në Mitrovic, sepse për jetën e mirëqenien e tyre dhe ndërtimin e qytetit funksionale të zhvilluar do të përkujdeset Arjani. Kandidati i PDK-s për kryetar të Mitrovicës, Arjan Tahiri, tha se programi i tij garanton zhvillim e mirëqenie për të gjithë qytetarët. Unë vit i bashkoj të gjithë, vit i respektoj të gjithë, vit i dëgjoj të gjithë, vit punoj për gjithë dhe do të jemi bashkërisht në secilën ditë që ta bëjmë Mitrovicën krenare dhe ta përcojmë identitetin e mirëqenien në qytetin dhe për qytetarët tonë. Jemi të dedikuar e të zotuar se do të jemi gjithmonë për Mitrovicën, sepse Mitrovicën e kemi në zemër. Mitrovic i yti jam, Mitrovic do të jemi krenar me bit dhe me qeverisjen që të ta bëjmë bashkërisht për 4 vite të ardhshme. Faleminderit shumë dhe me 12 tetor do të festojna bashkërisht fitoren e madhe të qytetit Mitrovicës Palestër Minatorit. Në këtë tubim elektoral u prezantuan edhe kandidatët për Kuvendin Komunal të Mitrovicës, për të cilët u kërkua mbështetje. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka përmbyllur fushatën në Prishtinë me besimin se do të qeverisin me kryeqytetin edhe për një mandat 4 vjeçar. Kreu i kësaj partie Lumir Abdigjiku ka thënë se me LDK-n Prishtina është transformuar, teksa tha se edhe një mandat tjetër për kandidatin përparim Rama do të thotë vazhdim i zhvillimit për kryeqytetin me projekte konkrete. Nga kjo Prishtinë e ndritur, ne nuk po e mbyllim një garë, por po e hapim një kapitull të ri. Po hapim rrugën e 4 viteve të ardhshme të zhvillimit, të punës, të dinjitetit për kryeqytetin tonë, për Prishtinën tonë. Dhe në këtë vazhdimsi, në vazhdimsinë e këtij rrugtimi,
na qëndron një kryetar, na qëndron një njeri që me vizion, me përkushtim, e pun, i ka prirë kryeqytetit tonë. Në krye të këtij rrugtimi, na qëndron Përparim Rama. Kandidati i LDK-s për kryetar të Prishtinës, Përparim Rama, ka thënë se në mandatin e radhës do të vazhdoj projektet e nisura, teksa ka theksuar se Prishtina do të vazhdoj zhvillimin me plane të mirëfillta. E ne në ndërkohë kemi filluar unazën e brendshme, kemi ndërtuar rrugën A, kemi ngritur urën e Arbërisë, kemi lidhur lagje fshatra me qendrën që për dekada ishin të haruara. Kemi nisë procese të mëdha si mësimi tërditor për më shumë se 5.000 fëmijë. Kemi rrit shërbimet shëndetësore në kryeqytet. Kemi kthyer Prishtinën në një qendër kulturore. Kemi bë gjëra të mëdha që kanë qitë Prishtinën në hartën botërore. Mandatin e dytë do ta çojmë Prishtinën përtej. Në mandatin e ri ne do të shkojmë përtej çdo pengese, sepse projektet që kanë nisë nuk ndalen. Ato do të bëhen realitet. Do të bëjmë unazën e jashtme të qytetit, projekti që do të japë frym trafikut të qytetit. Do të ndërtojmë spitalin e kryeqytetit, që do të kujteset vetëm për qytetarët tonë. Do të zgjerojmë mësimin tërditor në të gjitha shkollat e kryeqytetit. Do të ndërtojmë shkolla moderne, qerdhe të reja, qendra sociale dhe hapësira të mrekullueshme për fëmijët tonë. Teksa janë shprehur të bindur për fitoren në kryeqytet, Rama e drejtues të LDK-s kanë thënë se programi i tyre për Prishtinën është afatgjatë dhe me projekte të mëdha. Me kronikën zgjedhore kemi përfunduar edhe këtë edicion. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.